Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur rezultatet e konkursit për dhënien e 900 bursave për mbështetje sociale për nxënësit nga shkollat e mesme publike në vend dhe konkursin për dhënien e 1570 bursave për nxënësit e regjistruar në klasat të dyfishta, arsim profesional në të cilën realizohet arsimi praktik me një numër të shtuar orësh për vitin akademik 2025-2026. Nga Ministria deklaruan se të gjithë aplikantët do të marrin një vendim përmes portalit elektronik në seksionin aplikimet e mia, në kolonën dokumenti i vendimit dhe thekson se aplikantët e pakënaqur nuk duhet të paraqesin kundërshtime ose ankesa para se të marrin një vendim. Pas marrjes së një vendimi, për aplikantët e mitur, ankesa duhet të paraqitet nga një prind ose kujdestar. Pas marrjes së vendimit, ankesat i paraqiten Komisionit Shtetror për vendimmarrjen në procedurat administrative, procedurat e punës dhe mbikëqyrjen e inspektimit në shkallë të dytë brenda 15 ditëve nga marrja e vendimit. Ndërkaq, nxënësit e shkollave të mesme që do të marrin bursë, megjithatë, nuk kanë nevojë të dorëzojnë kontrata të shtypura dhe të nënshkruara, pasi që siç njoftuan nga Ministria, të drejtat dhe detyrimet e tyre në lidhje me përdorimin e bursës janë të paracaktuara në vendim.